Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë e falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe na udhëzoi në këtë fe të pastër të krejt dërguarve të Allahut Azza wa Jall përgjatë rrjedhave të historisë së njerëzimit. E na bani nasib me kënë pjesë e ummetit të vulës së dërguarve të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, që u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Ju këshilloj ju dhe veten time që me kënë korrekt me Zotin, e me kënë korrekt me udhëzimin e tij, për të jetuar në harmoni me çdo gjë rreth nesh. E mos me u hutu, e mos me harru, se kjo jetë kalon shpejt, dhe dita e llogarisë do të vi patjetër për gjithë secilin prej nesh, të dashtun dhe të shtrenjtë. Në Kur'anin famëlar, në surën Ali Imran, ka një blok ajetesh nëpërmjet të cilave Zoti i gjithësisë na tërheq vëmendjen drejt një mrekullie me të cilën ai mënduqoftë ka begatuar dëshmorët, shahidët. Urdhon dhe thotë: Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Asnjëherë mos i llogaritni ata që kanë rënë në rrugën e Allahut si të vdekur. Bel ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, por ata janë të gjallë tek Zoti i tyre dhe aty marrin rrezikun në vazhdimsi. Farihina bima atahum Allahu min fadlihi, ata janë të gëzuar nga mirësitë dhe dhuntitë e mirësisë së Allahut që i janë dhënë. Deri në fund të këtyre ajeteve që nis me ajeti 169 të surës Ali Imran. Pse po e nisi këtë hutbë në këtë mënyrë dhe duke marrë në konsiderat këto ajete kuranore të surës Ali Imran, dhe duke i lidhur patjetër me një hadith i cili na fton të gjithëve ne që tashmë kemi hyrë në atmosferën e begatë të muajit Shaaban, të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam e cilëson kështu: "Dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu." Ai është një muaj, si të thuash, vlerën dhe madhështinë e të cilit shumë njerëz e neglizhojnë dhe janë të hutuar ndaj vlerës dhe madhështisë së tij. Hutimi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na tërheq vëmendjen për të mos u hutuar nga vlera dhe madhështia e muajit Shaaban. Mirë po thuaj, kjo është një nxitje për të mos u hutuar për asgjë të rëndësishme në jetë, dhe mos me u hutu muslimani për asnjë stacion prej stacioneve të udhëzimit në jetën e tij të përditshme. Dhe me që sot jemi me 30 janar, kjo datë në fakt nuk duhet harru asnjëherë për banorët e Shkodrës dhe për mbar banorët e Shqipërisë, sa të ketë jetë mbi faqen e dheut. Pse vallë? Sepse është një datë e cila lidhet me dashnin për Vatanin. Edhe është një datë që lidhet me dashnin dhe respektin për veten, e për besimin në Zotin, e për dinjitetin njerëzor, e për vlerat më të mira të lirisë dhe të krenarisë së atij që Zoti i gjithësisë e ka kriju për të qenë mëkamësi i tij në tokë. A nuk e keni në hamendin tuaj imazhin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sytë të cilit lotojnë teksa i kthen shpinën Mekkës, vendinës së tij? A nuk lexojmë në sa vende në historinë e të parëve tanë për dashnin e tyre për vendlindjen, për tokën? Mirë po njëkohësisht, a nuk lexojmë në faqet më të arta të historisë tonë islame për kontributin e madh e përkushtimin e pashoq të
burrave të mëdhenj të këtij ummeti për të mbrojtur çdo cep të hartës së ummetit islam përgjatë shekujve. E një prej këtyre burrave, e një prej këtyre simbolikave të rimkamjes së vlerave tona fetare dhe kombëtare, e një prej këtyre simbolikave të shtrenjta dhe të shenjta të Shkodrës, deri në ditën e fundit e sa të ketë jetë mbi faqen e dheut, është edhe komandanti legjendar i Shkodrës, valiu i madh i Shkodrës, burri i urtë dhe strategu i pashoq, Hasan Riza Pasha, komandanti legjendar dhe heroi më i madh i historisë të këtij qyteti, Hasan Riza Pasha. Ka një libër të cilin e ka përkthyer në gjuhën shqipe profesori Ferit Hafizi. Dhe unë kam falenderuar shumë profesorin e dashtëm për këtë vepër të madhe. Dhe kam kërkuar që ne ta ribotojmë këtë libër. Dhe të gjithë pa preshtim duhet ta lexoni atë libër. Ditaren e Hortense von Zembauer, gruaja e konsullit austriak në Shkodër, e cila tregon me detaje të hollësishme për luftën e këtij qyteti dhe të muslimanëve të këtij qyteti në veçanti, për mbrojtjen e Shkodrës nga rrethimi barbar i periudhës 10 tetor 1912, 22 prill 1913, kur Shkodra ishte rrethuar dhe kishte një përpjekje sistematike për ta shkëputur kryeqendrën e Veriut nga trungu i kësaj harte të cunguar që e gëzojmë sot. Dhe nëse Shkodra është kryeqendra e Veriut të kësaj Shqipërie, kjo është mirësia e Allahut Azza wa Jell në duart e komandantit legjendar dhe burrit të madh dhe komandantit të pashoq Osman, Hasan Riza Pasha, të cilin duhet ta nderojmë dhe ta respektojmë, dhe nëse do të kishte dikush një shtatore, do të duhet që shtatorja ma e spikatun në zemër të Shkodrës të ishte ajo e komandantit ton, komandantit të Shkodrës dhe valiut të saj. I jam rikthyer disa herë shënimeve të zonjës von Zembauer. Ka disa shënime të çuditshme, të frikshme. Fjala bie në shënimet e datës 31 janar 1913, duke ju referuar ngjarjes së një nate më përpara, shkruan një natë tragjike. Hasan Rizaja, komandanti i fortesës dhe vali i Shkodrës, është vrarë. Rrugës duke u kthyer në shtëpi, pasi doli nga Esat Pasha dhe duke dalë nga shtëpia e Esat Pashës, komandanti i madh vritet pavësisht. Siç zakonisht ndodh në analet e historisë me figurat e shuara të rimkamjes e mbrojtjes së vlerave, Hasan Rizaja u shëm për tokë aty ku ishte në rrugë, edhe sot në mëngjes në orën 2 ndroi jetë. Në orën 10 u varros. Kam lexuar se varri i valiut të madh të Shkodrës, e valiut të papërsëritshëm të Shkodrës, sepse nuk ishte i hutuar, dhe ishte vali me kam në tokë, jo vali me korrespondencë. Thuhet se varri i është këtu, në oborrin e kësaj xhamie. Dhe kjo është një mirësi e madhe dhe një bekim për Parrucën edhe për xhaminë e Parrucës, që në tokën e saj të pushoj ma i madhi i këtij qyteti për gjatë rrjedhave të historisë. Hamdi Bushati në Shkodra dhe Motet, duke u referuar një botimi të 1928-s, e përshkruan komandant Hasan Riza Pashën në këtë mënyrë. Hasan Riza Pasha, me shkencën e vet strategjike, ka lënë gjurmë të pashlyme në historinë ushtarake si mbrojtës i Shkodrës në rrethimin historik të saj, që ndonse i huaj, tu e krye në kuptimin më të plot detyrën e tij. Kjo një ndër shkaqet jo më të mramet që Shkodra mujt me kenë pjesë e pandame e nanës Shqipni.
Me vullnetin e pathyeshëm të Hasan Riza Pashës u ndalue turri i ushtrive të beslidhuna ballkanike. Dhe do toni, për çka ka qenë ky njeri? Ju mjafton një fakt. Ka kryer shkollën e luftës Kriegsakademi në Gjermani, ku u dallua për aftësitë e tij në mes të gjithë studentëve osmanlin dhe gjermanë, dhe kur shtatmadhëria e madhe gjermane lëshoi raportin e fundit për të ndjerin Hasan Riza Pasha, pa shkruar kështu: me të drejtë mund të drejtoj kryesinë e shtatmadhërisë së madhe turke. Ka kënë do kushdo. Edhe pak detaje të vogla për ta përfunduar hutbën e kësaj xumaje dhe për të dhënë mesazhin e kësaj dite. 27 tetor 1912, fshatrat nga zonat e periferisë vërshojnë në qytet. Malazest gjatë marshimit të tyre u vun zjarrin fshatrave. 18 tetor 1912, mijëra shkodran musliman kanë rrokur armët dhe janë betuar që të vdesin për atë dheun e tyre. 19 tetor 1912, në ndërtesën e bashkisë u ngrit flamuri i gjelbërt i pejgamberit alayhis salam. Lajmëtari publik të Llalli bëri thirrje që të luftojnë dhe të vdesin për atë dheun. Muslimanët janë të mbushur me entuziazëm dhe të shumt janë ata që vrapojnë me armë në duar në për trashe. E keni parasysh imazhin e Sheh Ali Krujës? E keni parasysh imazhin atij burrit të urtë, hafizi Kur'anit, dietar dhe ligjërues i pashembull të këtij qyteti? E ka njënin në sy të dëmtuar, sepse me armë në dorë, së bashku me shumë e shumë hoxhallar të këtij qyteti, ishin shpërndar gjithandej përgjatë rrjedhave të historisë për të mbrojtur tokën e tyne, atë dheun e tyne. 25 nëntor 1912, një shpallje e vendosur në mur e nënshkruar nga Hasan Rizaja dhe Esat Pasha njofton banorët e Shkodrës se ai që shprehet për dorëzimin e qytetit do të varet, sepse ai që lëshon pe në momente kritike po pret në besë veten e tij dhe po pret në besë kombin, edhe atë dheun. Shikoni çfarë shndrimesh burrnore. Asnjë lloj lëshimi, asnjë lloj pesimizmi. Është koha për të qëndruar vigjilent edhe në kam, jo për të dorëzuar, jo për të tërheq, jo për të ul si burracak. 30 nëntor 1912. Sot gati sa nuk vdiqa, thot zonja Hortense Gonzembaur. Bombardimi filloi përsëri në orën 2:30 dhe ka zgjatur deri në orën 6 pa një qerek. 4 dhjetor 1912. Tregojnë se në trashe ka rënë një gjyle me peshë 100 kg dhe me diametër 24 cm. Kjo bën punë, jo shaka. Po sikur të bjerë në qytet një gjyle e tillë, o Zot, çdo të bëhet me ne. 3 janar 1913. Bieshi, koha është e zymt, ashtu si gjendja e jonë shpirtënore. 6 janar 1913, dhe do të ndalem këtu. Sonte në mbrëmje, e ndezën përsëri pemën e Krishtlindjeve. Hasan Rizaja, nëpërmjet kolonel Faribeut, i ka dërguar burrit tim një fotografi. Heroi i rrethimit të Shkodrës është i veshur me uniformë ushtarake, me një qëndrim si Napoleoni. Sido që të përfundojë kjo luftë, emri i tij do shënohet për jetë analet e historisë. Përfundoj citimin e gruas së konsullit austriak. Dhe do të lexoj për ju marshin e atë gjërshpishtës që Hasan Riza Pasha i patkërku poetit të shquar për të majtë gjallë entuziazmin dhe vullnetin e burrave të këtij vendi për të mbrojtur vendlindjen. Dhe çfarë shkruan fishta? Prej kalen e merhana, muqu e shekulli kundra nesh, djelm kreshnik na bani nana, vetëm na ju dalim ndesh, të pare tanë burra qelikut, bota marë sot i nderon, ata i bin ndesh armikut si rufeja kur veton, në balë të ushtris u ngreh bajraku, luft buria po të ret, bini djelm kuder dhe gjaku, për liri e për mbret, kusht e jetë djalë në ushtrit sultanit, kusht jetë djalë që deken ban, të
të dalin sot e në fusht mejdanit me dhanë jetën për vatan, është olsun ushtria Osmane, nën Sanxhak rështu e Tabor, marret parve kur s'ju qon se për para bin gjallë në vorë. Këto janë fjalë të një prifti të madh. E ne hoxhallarët nuk duhet me leju që për asgjë në botë këto dëshmi e kjo frym, e kjo shpirt me ushu dhe nuk duhet me toleru për asgjë në botë që asnjë që krakëllit poshtë e përpjetë kundër kësaj fryme e kundër këtij burri të madh me u ba sebeb që ne mu u hutu dhe me thanë po qa ishte, një huj ishte. Nuk ishte i huj. Ishte komandant i asaj perandorie e khalifatit thuaj, ku ne ishim kush ishim dhe me nerin ma të madh ishim. Edhe pak fjalë dhe do zbresim nga minberi. Pa ta lexuar në veprën e Dom Lazar Shantojës në 1915 ai shkruan të kështu: këtu mi këtë fang ku veç do lule të zbeta badrash kanë qil me gjithë të mpreht si shpata, ku drita ma smretnon ma asjeta, por deka e nata me zemër të vrasht prej dhimit krejt shporue, këtu paravorit tënd në gjuj të ira, paravorit të Hasan Riza Pashës. Të mramin të përshëndetun sot po duhe me të quhe, të falem, Riza. Hasan, ku je? Që mami Kodra në këto vende shenjte me gjak fatosa shla, s'po të shof. Ty sot tuj të thiron është marsh Kodra, ku je Riza? Dhe e përfundoj hutben e kësaj xumaje me këto fjalë të një prifti të urtë dhe një njeriu që e dinte si që burrat e urtë e din vlerën të mëdhejve, përtej çdo diferencë, e përtej çdo diversiteti, e përtej çdo paragjykimi. Është momenti që kur të përmenden herojt e mëdhej të kombit, e herojt e mëdhej të kësaj toke, mos me e neglizhu emrin asnjërit për tyne, dhe mos me leju që asnjë liliput dhe asnjë hiç me u ba sebeb që me u përfol, a me u shkru për keq, a me u thanë ndonjë fjalë e nxitume dhe e pamatun kundër gjithë secilit prej këtyre herojve. E në krye të tyre, heroi i madh, e valiu i pashembullt, e udhëheqësi i pashoq, Hasan Riza Pasha. Allahu Azza wa Jall e mëshiroftë dhe e pranoft prej zotnisë së tij, e prej krejt burrave të mëdhenj, e prej krejt shkodranëve të mirë, të cilët nuk kërreshten asnjë moment të jetës së tyre për të kontribuar për të mirën e fesë dhe të atdheut. Ruajtën ekuilibrat e vllaznisë dhe të harmonisë, ruajtën ekuilibrat e dinjitetit dhe të lirisë, ruajtën ekuilibrat e çdo të mirë për të cilën e dinin dhe duhet ta dim të gjithë se do t'japim llogari një ditë përpara durave të Allahut Azza wa Jall. Allahu ju dashur të bekatoftë dhe ju ftoj që në përfundim të namazit të ditës së sotme, lutjen e kësaj dite e Fatihan e saj t'ia kushtojmë shpirtit të komandantit të madh të Shkodrës dhe herojve të saj. Walhamdulillahi rabbil alamin.